Të dashur shikues, po vazhdojmë tutje, po shpresoj se po shëroni me emisionin fundjavë në këtë të diel. Tani është koha për një tjetër bisedë këtu në studio, ku me kënaqësinë më të madhe kam të ftuar 3 aktorë me të cilët flasim shumë çka, do të kuptojmë shumë çka nga prapaskenat e tyre, eksperjenca e tyre dhe gjithçka tjetër. Bashkë mua në studio sot zonja Sania Hyseni, mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Mirë se gjetëm, kënaqësi edhe për neve. Besnik Imeri, Besnik mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Si dhe Blerina Veseli, Blerina mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Si po ecin këto ditë për juve, janë zakonisht fundjavat ditë pushimi apo ditë gjerimi pune për juve? Për neve zakonisht e shtunja është ditë pune, ditë gjerimi, e dilën mundohemi mu marë pak me familje, me qka mujna me mri. Djelen ja kushtoni familjes më shumë, a? Ma E shumë. shtunja si ditë pune, zakonisht fundjavat që keni zakonisht të zëna me punë? Në zakonisht fundjavën e presu me as drejt, për arsye se jemi një kombinim shumë i mirë dhe është kënaqësi me punu me një ekip të tillë siç jemi në serialin Usja me shkollë. Por e presu me as drejt më shtunën, po si dalim dilën e mendojmë prapë shtunën kur na vjen, është kënaqësi. Ato ditë tjera, angazhimet e ditëve tjera, derisa vjen e shtunja, jeni gjithë që e pritni kështu me shumë kënaqësi ditën e zgjerimit. Zakonisht po mendoj edhe po besoj shumë edhe veç jemi binë që krejt ekipa e kemi të njëjtin mendim, të njëjtën energji, fatmirësisht, është një ekip e jashtëzakonshme. Kështu që na ma shumë e shohim se ditë e veçan ditën e shtunë realisht, edhe pse gjatë gjithë javës kemi edhe obligimet e tjera që i kryjmë punët e javës e kështu, mirë po fundjava është top. E shtunja është për me mbyll javën me dëshirë më të madhe, me dashni, me ekip, me energji të mirë, me gjithë shka tjetër. Kur e përmende energjinë e mirë, mujta me vriteve para se me fillu bisedën që keni një kimik, themi kështu shumë të mirë, një energji shumë të mirë. Ndodh kjo edhe në set, edhe gjatë ditës zgjerimit, është dikush pak më... Absolutisht. Kohës fundit, pak më aktiv ka qenë Besniku, në të rast. Ta është si nëzirim, krej. Besniku ka qenë shumë aktiv kohës fundit, po flasë për nështë 2 mujtë e fundit gjatë gjerimeve. Në set ka qenë aktiv kjo dhe disa kolegë tjerë, Valdeti, Besniku, Samia. Ta kanë qenë një farë grupi, një 4 që nga kanë bo ditën 5 minuta, nëse unë në tonë. Po, hajde Besnik, kalzonaj sen. Po, është gjëna mos me pas energji pozitive dhe mos me pas vullnet për me punu kër e ki një ekip tillë. Që të mas në Sani, që hikum hanë herpisojna, po mirë, më që thatë mirë është. Ani me mu e thej ka mirë. Pse qka ka keq? Po i këmoj, po donë më ma marë qike në nonës në madhe, e po thotë mirë. Ku përshë e mirë atë? Ku përshë e mirë atë ingjës. Në Sani, ato dikosh me marë po kush që ka kësmet nuk e di ma Nuk e la. dim. Shtu që pjallojmë kohës, në epizodet atë vijem, dele vërteta. O jo, ingjës, unë e me 2 dur ta kisha dhonë, se unë s'po du me marë heq, po se di sa mis ju ka te. Si është aja energjia gjatë gjerimeve në set dhe me aktorët tjerë, bashkëpunëtorët tjerë? Por nuk di as me përshkru se, si shtanë edhe këta 2 ma herët që qaq me qef e presëm ditën e shtunë me shku në gjirime, edhe kur fillojnë gjirimet është një kënaqësi shumë e madhe. E kem një bashkëpunim qaq të mirë me zveti, sa që nuk e di, sikur kur jem një familje, edhe sikur kur jem taman të bisedu në familje, jo që jem të ba gjirime. Nuk ekziston të na që me pas një gjelozit e një tjetri, për kondrazi gjithë herë gjatë gjirimeve mundohmi, mundoht shumë ma mirë ai që është të e ba gjirimin. Prej fillimit jena konë kështu edhe besoj që kena me shku diri në fond kështu, nuk ma merë mendja që ka me ndodhë diçka tjetër. Para se të flasim më shumë për serialin, flasim edhe për rrugtimin personal të secilit. Blerina, vota jote e aktrimit, të shisa vite, ato eksperiencat tua, fillimet? Unë fatmirësisht nuk është që kom pas shumë të vështirë me mbri, për shkak se për krajen familjare gjithmonë ka qenë maksimale, gjë që i falenderoj jashtëzakonisht shumë. Është një shtyllë shumë e fortë për secilin individ, për secilin person, kur familja është ajo që të rrin krah gjithmonë, është
është një nivel tjetër. Unë si fëmi kom fillu me u marrë me teatr, me shfaqje, me recitime, me këndime, me këto gjana, edhe kom vazhdo edhe rrugtimin artistik edhe në studime, në Fakultetin e Arteve, edhe aty një eksperiencë e veçantë, një studim i jashtëzakonshëm, edhe aty kom pas fatin me pas në klasë një grup të njerëzve kaq të mirë, që unë jam shumë krenare që kom studiu bashkë me atë klasë, edhe me pedagogun Hazir Hazirin si dhe çdo profesor tjetër në Fakultet të Arteve që e japin maksimumin e tyre në kontribut për studime, për studenta, janë të gatshëm në çdo kohë me u marrë me ty si student. Kjo ka qenë edhe një pjesë shumë më e lehtë për mua si artiste. Kam pas shfaqje nëpër teatrot pothuajse në të gjitha teatrot e Kosovës, por edhe jashtë kufive, në Preshev, në Zvicër, në Belgjik, në Katar, e kështu me radhë, kom rri edhe me i te kalu edhe kufit e vendit, dhe ka qenë gjithmonë, se cila eksperiencë ka pas atë bukurinë e vetë, atë përvojën e vetë, mësimin që ta ka japë gjatë rrugës, koleget, njohja me tjertë, e gjithë shka. Përmende edhe atë periudhën e studimeve që e cilëson të artë, të marrë parasysh edhe kolegët që ke pas në klasë në atë periudhë, profesorët, se të kanë qenë ata aktorët tjerë që ka pas Berina në klasë në atë periudhë gjenerata, cili është raporti juaj sot? Është jashtëzakonshëm, bile, dje kemi bo plan me bo një takim, për shkak se cili tash i ka veç rrugët e veta pak ma ndryshe, se cili jemi shku dika, jemi fokusu dika, disa prej tyne jam bo edhe prind. Kështu që na që si jemi prind, po mundohemi me ju përshtat atyne me kohën edhe me vendin ku përdojnë me u taku. Po du me thonë që raporti vazhdojnë me qenë shumë i mirë dhe jashtëzakonshëm me se cilin prej tyne. Kemi hala grupin e fakultetit që hala jemi aktiv në atë grup, edhe flasim edhe mundohemi me u taku. Kështu që janë të jashtëzakonshëm edhe ata se cili. Po për Besnikon, kur ka fillu kjo dashnia, pasioni për aktrimin? Me thonë drejten, qysh në moshën e re, kom pos gjithmonë dëshirë aktrimin, por nërë kam zhvillu në botën e biznesit, që kam një biznes dhe kam punu, por soj përket soj pjesës të aktrimit, kisha dasht me falenderu regjisorin e serialit tonë, Ramiz Vitia, për mundësin që ma ka jo, dhe jem shumë i lundur duke e parë konceptin dhe mënyrën se qysh kanë funksionu këto tradita që kemi pas, edhe më ka linda e nostalgjia që me të vërtet javlin me dhonë energji qatë sa mundet njeri. Për ndryshe jam shumë i lundur që jem pjesë e tyne. Kështu që sot ka përni të folë këtë trejnë në Gjasani, me lëme atë që fare je pas. Me shko. E mirë, e shkollume. Me shko. Nusja me shko. Gjasani si e pritët jo ftesën e serialit, për cilën flasim tash edhe më shumë për këto raportet, nuse, vjerë, gjithë shka tjetër? Po, na kena fillu ma heret me tregimet e vjetra popullore. Une me profesion nuk jam aktore. Si shta dhe Blerina qysh si fëmi, në shkollë fillore dhe të mesme gjithëherë ko marrë pjesë në aktivitetet e shkollës. Edhe qka është mas interesante, unë gjyshen e kom pas të paralizume, edhe kështu sa herë kena shku dikon një darë së mos e një nej, ajo gjithë herë më ka thirë mu edhe ka pas qef me i tregu qysh kena kalu atje. Edhe unë si fmi, gjithë shka që ka ndodhë në atë nej ose në atë darë, së më ju munu me ja tregu edhe me një farë mënyre me aktru qysh me thonë. Kështu që në këtë pjesën nusja me shkollë ka qenë një kënaqësi shumë e madhe, kër e ka pru producenti Ramiz Vitia skenarin, edhe pse me këtë nusën me shkollë pak të isha ku me ditë qysh, po shumë mirë kena kalu. Shumë mirë jem të kalu me ta, edhe është kënaqësi shumë e madhe që e kam derin me punu me Blerinën për shembull. E raporti re e vjehër, nuk është i keqë. I mirë është. Serial apo dhe njëtë përditshme? Njëtë përditshme jam ma e mirë se në serial. Njëtë përditshme, Tetja Sani është model i rrave. Njëtë përditshme... Qaqësone e një, është fjalla, është e jashtëzakonshme, është
tjetër Unë i kam 2 nuse me shkollë, të shkollume, po ma merë mendja që edhe ato kalojnë mirë me mu, edhe pse unë e kaloj shumë mirë me to. Unë i kam 2 djemë që ka nuk kam, po ka dash zoti mi ka pru 2 nuse që nuk e një mungesen pse s'kam qik, edhe besoj që edhe ato kalojnë mirë me mu, e me Blerinën mirë. Me mirë si vjehër në serial apo në jetën e përditshme, për shkak që të regove që i ke pa 2 anët e zonjës Sanie? Mendoj që në serial është pak edhe ajo tradita se që kanë qenë gratë në atë kohë, realisht kanë qenë ma të shtypun, ajo në kuptimin e keq, mirë po nuk e kam pas edhe lirinë edhe guximin e shprehjes lirë të fjallës në atë kohë, mendoj që edhe që ajo pak e ka bo me reagu Sania në rol në disa forma, po ka jeta reale, mu nuk diskutohet. Unë e kom pas fatin... Atëherë ka qenë që ashtu që u dasht me konë raporti re vjehër. Po, nuk e pas lirien. Nuk e pas mundësin atë lirien, mos me dal jashtë aty në kornizave, po u dasht mu dit vendi i vjehrës edhe vendi i rejes. Gjatë që unë pengon shumë, po është skenarë edhe duhet me lujt. E kur i kujtoni ato kohët, ndoshta si gjenerat tjetër, për shkak që Blerina është krejtë si gjenerat tjetër dhe ndoshta nuk i ke shumë të qarta, sa është vështirë me lujt një rol të tillë? Gjëra që ndoshta si ke kalu edhe vetë. Po, realisht, për me lujt një rol, duhesh me pas informata, pavarësisht që ti nuk ketë kalu qatë fazë të jetës. Mirë po këtu është pjesa ku për një me ekipa qënë shumë pesh, edhe këtu janë, për shambull, Tetja Sani, është Bacimi Lazem, është Baci Gjem, që të rinë afer edhe thojnë, jo mu se thuj qështu, se në atë kohë nuk ka qenë, kështu është pak ma ndryshe, janë këto ndimat e vogla, do këshillat vogla që realisht do kënd vogla, po e kam peshën shumë të madhe, sepse audienca kur e she mundet edhe më të kritiku, më thonë, okej, ka dalë ti pethu, mirë po nuk ka qenë qështu, se unë jam aj që e kom përjetu. E kështu që ekipa janë ata që neve të rinjve që jem pjesë e ekipës, që nuk e kemi përjetu qatë fazë, nëse mu i me qujtë fatmirësisht, janë këta që na rinë gati për çdo sen edhe me thonë, jo, mos e bo qështu, se nuk është bashkë ashtu, është pak ma ndryshe. Besni këto ndryshimet në përgjithësi që kanë ndodhur, duke u bazu edhe në serial, në tregimet, në serialin Nusja me shkollë, edhe sot, krahasimet, kjo raporti nuse vjehër, si ishe? Me thonë drejten, Gjensani për livdon vetën, po unë me nonën teme me Gjensani kem probleme pak se nusët s'po në arri, nuk e di qa po. A problemet e vihrat, atë e djemë, nuk e di vesh. Ka keni ramë për fundim? Po e kena gjithë i lashin. E kena gjithë i lashin këshën post bomë, e kena frytin e vojsh të kësirën tash, apo na bon hajrë. Por, qëre këtu gjithmonë këtë nërën në për familje ndryshme, ka pos ka pak shtu so, qyshime dhe na gjithmonë, kornatat në me veti, aje gjelëzia pak. Në 16 vjetë s'kesh Kosovë, erdha në Gjasanisim, po në rrugë, a jetë jo besnik të hongë drejtë që sytë. Hala, pa më folë mirë. Nise thash, pridash, nise thash ato. Po në përgjithësi është mirë. Unë me thënë drejten pak i mojnë menë si vogël ato tradita që shkanë qenë për oda, sepse për para fakultetet s'ka pas, por fakultet ka qenë oda. Nësi të mina më ledhë me një odë, ka folë plako ma i mashmi që dhe u konë dhe kena ngu kej tjertë. Se atëherë u konë qështu, por i moj menë shumicën për këtyne tradita që e kena pas, edhe për atë arsye dhe jam i lumë të që në pjesë e serialit, sepse ta këthenat nostalgjinë dhe kujtimin e femiris, kur ti e koni vogël edhe... Bile ka njerë, kur diskutoj të stenim këtyrin Gjasani, thot, ku për dem breket tu? Ka informata rrët s'kalumës tona? Po, ka. Unë e fatkeqësisht, vjerën nuk e kom pas, edhe gjithë jem tutë që nuk kam e ditë më sjellë si vjerë. Si vjerë, a? Bile djali vogël me një kohë keshke, do të me të qunë një kurs, me kry për më sjellë si vjerë. Po... Biznesi mirë, ama? Ka. Kurse për vjerë. A kishë qenë profesoreshe mirë? Zësani në këtë aspekt? Po, valla. Për ka ona pozitive, po. Negative diçka zbesoj që i kishku. E kishë marrë Selvije.
Selvin, si të bësh vjerë keqe. Se aty në ato elementet vjerës të keqe zonjës Selvije që e përmende? Çfarë elemente ka? Jo, ajo në raport me nusën nuk ka. Shumë e mirë është. Me nusën është shumë e mirë. Dhe nuk i nevoj me full për nonën tem, se shumë e mirë është. Jo, nuk është ideja me pas keq diçka, po veç ideja e vjerrave në atë kohë ka qenë abin shuj se ti e nuse, shuj mos falë, këqër që shpo rrenë, këqër që shpo ullësh. Do me thonë, është dasht me pas koncentrimin maksimal nusja, prej momentit që është qu prej gjumit ka dalë prej dhomës, deri në momentit kur është hinë dhomë me flejt prap, do me thonë koncentrimi është dasht me qenë maksimal kundrejt familjarve, kryre plakut, burrit, vjerrës, kunotat, musaferve, katunarve për rreth, këshive, gjithë shka tjetër është dasht me qenë e koncentru me maksimalisht, për ndryshe je para gjyku, je gjyku, ka orë deri të ndarja. Nashta edhe të gjaqet e qyshjen konë, këto kanunet. Po edhe atëhere ka pas vjerrat mira. Po, edhe atëhere ka pas vjerrat mira që me çdo kusht jenë munu me mbrojt nusën, me mbrojt familjen, ato paragjykimet që janë edhe kretat atë potere në familjes, e ka hongër vjerra. Qa ashtu është, shumë e vërtet. Po, mundin pak kështu me hynë rëllë, theme, të shojmë pak edhe atë raportin edhe jashtë ati pitkut serialit, edhe nga studion, nga studio fundjavës. Një raport kështu vjehër nuse me interpretu diçka bashkë për neve. Po, une pjesa ma qesharake e jemja që u konë këtë serial, kur vjen Blerina me një test të shtatzani. Edhe më të regon që është shtatzon. Edhe ajo pytja jeme, është aqë, ka njerë kër e shof edhe kër e kujtoj. Qëfar pytja e bot? Hajde, Blerina vazhdo. Kjo më thot, i japon e testin, urime për bo gjyshe, kjo tash për emocioneve, si qëto non që ka qef me bo gjyshe, kështu, kjo për emocioneve të shumë tam këthetën, më thot, e me kanë. Qysh më i thonë, me kanë me djallë tanë, me burë temë. S'kanë me kanë me bo. Ti kjetë tu që so detë, që o bo? Po dhe. Ti që so dhe s'ketë të tu tjekë. Asë vjerë që zbesoj që i monet me pas, veç une kër e kujtoj adin atë pjesë, ajo pas shumë të keshet me vetën, edhe thëmë qëfar pyqe nusës me kanë. Po ti që 2 javë je kanë të tëtë. Shpejt me një prapavija. Po, jo me atë prapavija, po nuk e di qysh, nuk e di as vetë që shumë, nuk e di, a i skenario është i shkrum, nuk e di, po kër e mendoj ma ta neja, di qysh ku mujtë, qysh mundet me reagu qysh mundet me reagu, dikush në jetën reale, në kushte normale, mi thonë nusës, me kanë. Me kanë. Kosa e ndërlidhë, se kjo 3 javë ketët vetë, erdhë, kër erdhë me test shtazërni. Shes brona. Më munot më na mujtë se e kemi shtinë me, po dhe se kështë problem. Ja, unë asë në tru. Regull javë. Zakonisht, je në mes të raportit të tillë, edhe në serial? Unë e kam një farë komunitetit mirë, por ndryshe për posë shpijës temë dhe të migja e kam mirë që kështu ndërhyjnë 2 shpijat. Edhe kër shkejt e migja se pak ma kanë hatrin për gërbetit që jem këthy, e migja nuk ma prish edhe pse molin ja kom prej, pak se këmë ditë që e ka ndo, të rezës. E kem një pik ato që është në seriale dhe ku unë dalë me prej drunë male, migja i ka rujë që 30 vjetë, molin e rezës, edhe vjene gjasani, edhe më ta ka në barë të ke i prej drutë. Thëtë, qa i të bo besnik, thash valloj do dru për dimen, se thash fëtëv bjen bore, sene. Valloj besnik për më duke që do të rezës që janë, thash po qako lidhe në gjasani të rezës. E keni prej tha molin të juva tu, thash pse e ka ndo molin, a tha valloj molin e ka ndo, thash që valloj në spedesha, tha valloj pas kam me në tranu, tha migja tha që i ke prej molin rezë. E u bo pak. U bo pak, unë të mundu e kishe ajo e mira, kishe speshtimi lazimin, po apet pa i kalzu, nuk mujta me nej që i ka prej besniku drut, edhe
Mirë është Hajtë mirë. të kjo është t'i falet. I falet. I falet. Në atë kohë, po besoj që kanë qenë familjet më të mëdha, tregu që krejtësisht rregulla, tradita tjera, çka ka diçka ndoshta prej asaj periudhe që edhe gjatë skenarit, gjatë gjerimit e vrenit që i kemi mbajt ende ato tradita të familjes shqiptare? Ato elemente? Unë mendoj që me këshyrë thelbin e misionit, pikërisht është emision shumë i qëllum për shkak se edhe të fëmin tonë, edhe të pasardhësit tonë më ju tregu se qysh ka qenë përpara dhe qysh o zhvillu jeta përpara, sepse me nërë mas lufte që 20 vite i na lodh me civilizim, me gjona tjera, kështu që du me falendru të gjithë shqiptarët tonë në bonë botës që kanë pranu një serial kaq mirë edhe shikueshmëri kaq mirë, por njëkohësisht edhe ekipin e gjithë që jem të bëjmë një produkt shumë të mirë për vendin tonë, ne e kalum me qysh ka qenë, me tradita, me gjithë shka, edhe në besoj që është, edhe s'kam dyshimis që është emision shumë i qëllum. Blerina, u përmend edhe pjesa e shikueshmërisë, publikut, sa ndërsa ndikojnë, sa të mbushin me energji dhe ato komentet pozitive të publikut? Është ndjenjë e jashtëzakonshme, mënyra qysh publikat pret. Na kemi pas fatin, unë përgjithësi kom pas fatin në çdo projekt ju më prit mirë, edhe në projektet paraprake, mirë po ky projekt po tregon në rezultat krejtësisht tjetër, edhe pritja e publikut është e jashtëzakonshme. Patjetër, me do mos ndikon pozitiviteti, dashnia që t'japin, qoftë në rrugë, qoftë në për lokale, qoftë në për rrjete sociale, edhe mundona sa ma shumë me ju kthy me të njëjtën sen, mi ju jap edhe unë dashni, pozitivitet. Fatkeqësisht nuk mundemi me u kthy krejtve mesazhet e shumta që i çojnë, mirë po unë gjithmonë shfrytëzoj rastin në për emisione me i falenderu, edhe mi ju thonë që po m'jen keq që s'po mujmë ju kthy krejtve përgjigje, mirë po mos mendoni që nuk i shoh krejt, secilin prej audiencës e shoh e ni, edhe i falenderoj secilin veç e veç për mbështetjen masive edhe kaq të mirë që e kanë ndaj projektit edhe ndaj secilit prej neve. Sani ato komentet e publikut ose të familjarëve tjerë, si ju kanë prit në këtë serial? Po, ato komentet e publikut, sa i përket meje, unë që aku mujtë me ledzu, thuja se asnjë nuk e kam negativ. E kam edhe rolin ashtu si një non, si një vjeher, pak ma e qetë që mundohna me i rujtë gjithë. E të familjarët ka një herë normal që i kam kritika, ato edhe të bojnë mirë, kur dikush t'jep edhe një kritik, edhe të thotë që kjo duhet me shku qishtu, ose që kjo qishtu, ajo që në pesh shumë, po më përgjithësi njihna shumë mirë, njihna edhe ju falenderoj shumë gjithve, që na përkrojnë këtë projekt, na shikojnë edhe na epin komente, pavarësisht çfarë dokumente që t'jenë ato, janë të mirë se ardhurna për neve. Në aspektin e realizimit, lokacioneve, veshjeve, sa keni pas vështirësi, së mos fillime në këtë aspekt? Realisht, nuk këta si ekip kam pas qyshe përmendit e tja Sani ma herët, kam pas edhe gjerime paraprakisht me tregime të vjetra popullore. Unë, kur kom startu, nuk ka qenë e vështirë, për shkak se lokacioni vetë se kishë qenë i gatshëm. është një fshat Viti e Marecit, është një ndër fshatrat më të bukura që i kemi. Na kemi këtë fshatrat e bukura dhe Kosovë jashtëzakonisht të bukur, mirë po Mareci është një ndër fshatrat e bukura të vendit që jetojmë. Sa i përket veshjes, e kështu nuk është që kemi shumë problem, fatmirësisht për shkak se është diçka e përditshme, ka të bëjë me përditshmëri, ti është duhesh me pas kujdes, me u mundu pak a shumë, me i pas edhe veshjet kombëtare, spaku ndonjë simbol që na kthen në atë kohë, për shembull i kemi plisin, i kemi shokën që e përdorin. Po, pshallakun, ato tisha që i përdori unë i kam të nonës temë. Nona jem kur ka arë mu se i ka pru ato tisha, pshallakun, ato këmishat që i veshi. Ta që i përdorni për serial? Po, i përdorni, se zakonisht është ajo koha atëhere kur i kanë vesh ato,
që tha Blerina nuk e kem problem se edhe pse edhe shumë shikus që na kanë njoftë ose përmes dikujna, na kanë pru tisha. Unë kam një market vogël në Dardani, sa gruja mbjen për shembull çorapa, mbjen një shami, një diçka të vetën që e ka edhe thot që merre këto dhe shfrytëzoje për seriale, din? Kështu që ajo është zgjidhje shumë e lehtë se nuk e kem problemat pjesë. Përmende edhe rrobat e nënës, sa është nostalgjike, sa e ngjall kujtime dhe ajo pjesë? Unë e nënën fatbarësisht e kam hala gjallë, edhe kur i veshit është tezët e mija, sidomos ato që e ka njoft nënën kur u konë e re, edhe e kam atë komentin me një herë, je e njëjta, identike sikur ajo, nashta nuk jam e mirë si ajo qysh është, po munohna me konë pak kopje e sajna. Si me Rea, si me Qika, po thëmë Qika nuk kam asë në serial, po asë në jetën e përditshme, po munohna me konë kopje e sajna. Edhe pse se dia muj me shku të 50%. Çka keni mësu më shumë të prej saj gjatë jetës? Ato elementet e mira që përmendet, qoftë qysh me usill me tjera, qoftë çka tjetër? Prej sajna gjatë jetës kom mësu shumë. E mas shumë të e kom mësu atë mirësin, atë butësin, nashta ka njëherë nashta mu ka dokt, kur jem konë në ere që shumë teper është e butë, nëna shumë posillet botë me se cilë njeri, edhe nashta ka njëherë e kom kritikue, sidomos, a di ka njëherë me nusët, kur ka ardhë puna, i kom thonë, pse neve na ke bërtit ma shumë, e nusëve s'po ju bërtet tashtë. Po i kërkoj falje shumë, se shumë kisha gabu. Se edhe me nusët po dashke më sjellë shumë mirë, se ato ishin tamam si kur me konë fëmi i jyti. E mos të flasëm me nipa e me mesa. Se ta shtu në të njëjtin sen që e ka bo nëna jam me fëmine, me të motrave të vllazne, jam të e bo unë të njëjtin gabim. Pejla zdroj. Do të rëgjyshe jeni? Po, i kam 3 nipa. Qofshin me e gjatë. Faleminderit shumë. Edhe pse ata janë vogël 12 janë 3 vjetë e gjysë, i vogli është 1 vjetë e gjysë, po nuk e di. Me i pas këshyr fëmine me qashtu, me i pas këshyr, normal që i kena këshyr, po mendoj mës me javë pas prish fëmive të me, isha konë nona me e mira në botë. E që ta shti nipave, po më nona me la atë gabimin me fëmine me që e kumë botë, është po du nipave... Me i kompenzu gjatë pjesa? Me i kompenzu që ka fatkeqësisht të nuset nuk po boj mirë, se po ja vlasdroj fëmijën, që ka une nuk i kumë lanë fëmine me bo që ashtu, ta shti nipat, Dash një po dy i shola fesht. ma falin, mas pari nusët. Tregua që keni një raport të mrekullueshëm fatmirësisht, po se i përket aspektit profesional, rolet, si e komentojnë? Djemët, Sa herë që zatit me nuset që jam prezent edhe vjen një shikusi joni, ato gjithë hertojnë, është me e mirë të shpia. Nashta dojnë veç më thonë kështu, veç që ajo mon mas shumë t'i gjallë, edhe pse burri shpesh herë kesh me to, thot, kjo e vërteta është atje që është në rol. Po shqyqyrë zotit po shkon, po shfryhet atje, dhe kur po vjetë e ju, s'po ka gjallë. Qaje i ka pështu. Qaje i ka pështu si. Si mos me bashku në rale, mu fryti, pa të kalte i kështë mytë ato të pizgi. Jo, se janë shumë të mira në qëre. Ka njëherë, thojnë ana, ose është vjera e keqe, ose reja. Kur është e mirë, ose cila do qoftë, po unë në këtë rast po thonë për nuset e mija. Nuk po du me i livdu ose më mdasht ato, adi që me thonë këta se as nuk ju tutna, besnik mësëm këshira është. Mësëm këshirë se stupna. Po, mësëm këshirë se stupna, të e delin gjitha një që stupën. Ama janë qashtë mira, sa që nuk ta jepin atë mundësi me ju thonë ti diçka, adi. Edhe shqyqyrë zotit që e ka zavën shumë qikat e vjera dhe mjetë nëmë të keqës kosë, dhe këtu dhe nestra kanë më bo vjera. Mujnë mos më përshtot pak, nëse pa... Po nuk mujnë me kuptu, unë e thash për nonën teme, e kom kritiku në moshën kër jem konë eri. Non, që më ka bo e më ka rrit, që ka sot nuk ja fali vetës, po shqyqyrë zotit janë të mira, se
nuk mujnë me kuptu atë botën teme. Po, unë mendoj që gjithmonë, kur u konë diçka problemi të reja, gjithmonë ja kanë gjuhë virra, valla foje, ta pëtën? Nuk e di një rast që konë që ka unë nusja, po virra. Për atë arsye thash edhe më herët që sot je re, po nesër kemi bo virë. Jo, edhe kena ardhë. Është ai tregimi ade, çdo sherr që u bën në shtëpi, kanë thonë nusja. E ka bo adin. Kush e thej që ta nusja, kush e boni që ta nusja, kush që ta dhe plaku i shpisë në fund tot, a diçka, thot krejt atë pasunine, ato që ka e ka mone, po ja jepi nusës, se këtu kërkush s'pas ka punu tjetër për pas nusës. Plaku i menqëm. Po. Plaku i menqëm. Para lufte në shpjanik, e marton rente në shpjanik tjetër, edhe a i virit thot e prej një pulsh që kam prej këtë nërë, thot reja jam, thot apo ma donë mishën. Thot që është bo me do mishën, thot një, jo, thot na e kem tradit, thot kur ti morëm nusët, thot me na do mishën, po du me të ndërlidhe me ato tonë. Okej, thot, krohen ja qëtë burrit, krohen ja qëtë vetin, qafen ja qëtë virrit, gërbinën ja qëtë vjerës, orcokun e nolë për veti. Po. Kraht ja qëtë ati edhe vllot. Po, edhe, thot, e dova, thot, bo mishën, thot, e pse, qysh e dova mishën kështu? Thot, pse ja qite krohin burrit, thot, ja qita krohin, se nëse këta do jepin krohin një tjetrin s'ka kush që nalë. Thot, gërbinën, thot, pse virës, thot, këtë që ka bojmë na i gjumi në shpinë, onës. Thot, Orcokun? Ja, të qafën, thot, pse, thot, mu, thot, se këtë, qka to që të bojmë, ta ty gjuhën qafë. E orcokun, tha orcokun, tha, një nuse shpis, ta solofet, hine dalin këto, tha, në du të me mojtë mrena, se kur orcokun, ta mos me qitë për jashtë. Te me gjerë, koka? Po, edhe mirë shumë. E ka ndërlidhë Po, ke? e kena pas edhe të tregimet këtë... Unë s'kam qenë atërë. Po, jo s'ke qenë të atëherë, po, ma herët të tregimet... E keni trajtu që rëse? Po, e kena trajtu që të temë. Fjallet e urta popullore. Vlerin, këtë raportin në përgjithsi, nuse vjerë sot, u përmend edhe prej besniku që gjitha ndështë ato nuse kanë më bo vjehra një ditë. Si e shë këtë realitetin tonë sot në këtë aspekt? O, që farë vihre ka më bo kje. Ka dal njerë Po, të bona nuse njerë, o, besni. Se kërës po mere qyqe, meqe, mësani. Ajgore. Jo, menoj që ka ndryshu, fatmirësisht për të mirë, ka ndryshu raporti i familjeve, i vjerave me nuse, raporti me burrin, me këto probleme që a i kemi pas ma herët. Kështu që për fatë mirë, sa po shoh unë edhe sa po një prej rrethit, prej shoqërisë, prej familjarëve, kështu, fatmirësisht ka ndryshu për të mirë, janë vetëdisu paka shumë njerëz, edhe predin që nuk është mo ajo kohë që me mu shtyp gruja, mandej prej shtypjes gruz me lindë shtypja vjerra ndaj nusës, kështu që menoj që kemi punë hala, nuk është që s'kemi, gjithmonë ka hapësirë për përmirësime në çdo aspekt jetës, edhe këtu besoj që ka, po për fatë të mirë kemi reflektu. Si shoqërinë, këtë raport jemi nivel bukur mirë banalt. Fatmirësisht. Për ju uroj edhe shumë sukseset të më të tjeshme, edhe sukseset tjera dhe në aspekte tjera, dhe faleminderit shumë që qëtët kosët me qenë pjesë e emisionin fundjavë. Faleminderit. Jemi prapë besoj. Faleminderit.